për çështjen e presidentit, e në anën tjetër nuk është se ka një dakordsi mes partive politike për gjetur një emër. Të drejtën, sikur gjithë opinionin publik dhe mua personalisht kjo çështje më përngos, sepse tani një vit e gjysmë gati veç mi paralizu si shtet, nuk mund të funksionojnë si duhet. Kanë pengesa, parlamentin e herë patën problem, derisa u konstituu, u poshu, shku në zgjedhje, prap shkojnë posim detyrueshëm me vendim të gjykatës kushtetuese. Filloi punoj diçka, prap tash jemi në situatën ku jemi, edhe nuk ka marrëveshje të subjekte politike për një dakordim për të zgjedhur presidentin e vendit. Mendoj që klasa politike aktualisht sikur në një mënyrë pe shikon më shumë interesat e ngushta partijake se sa interesin e shtetit. Nëse secili nga ata, secili grup politik e arsyeton këtë çështje se ai apo aja ka përgjegjësi më shumë apo më tepër. Por në fakt nga opozita thonë që partia në pushtet, fituesja e zgjedhjeve, ka më shumë përgjegjësi kur vjen puna tek presidenti. Realisht, në kuptimin real, kur e shikon, po, sepse e ka pushtetin edhe ka numrat për me formu me zgjedh qeverinë dhe parlamentin si konstituoi. Mirë po, unë ku i kthej në prizmit tjetër si jurist, detyra e deputetëve të cilën ata dinë më mirë se sa unë, është që të jenë në parlament edhe të punojnë, edhe të janë prezent në mbledhje. Tani, çështja do të kenë sukses apo jo, me zgjedhë secilin nga subjektet politike preferuar e tyre, apo pretendimin siç pretendojnë me gjetë kandidatën suksesuar, është çështje tjetër. Po unë mendoj se në këtë drejtim, klasa politike, kush më shumë e kush më pak prej tyre, nuk janë të treguar në detyrën e vet për interesin e shtetit, edhe për ruajtjen e autoritetit të shtetit edhe mirëqenien e qytetarëve përgjithësisht, sepse që në vit e gjys jemi pa institucione kryesore të vendit. Por takimet si keni parë, kur them takimet, flas për takimin Kurti Abdi Xhiku, sepse një takim Kurti Hamza nuk është se ndodhi për shkak se Hamza priste një iniciativë zyrtare e cila nuk është se ndodhi nga kryeministri.